më e thjesht. Ti ishte dikush tjetër do ta kishe shfrytzuar. O zot, ankth, o zot, ndihem shumë keq. O zot, unë nuk mund të rri në një shtëpi me një person si puna ti. Por, meqense ka patur respektin që është, në moshën që është, e ka vlerësuar. Po nëse ti nuk i merr parasysh gjithë gjën se si je, dhe me këtë do jesh, dhe në çfarë formati je, mos hajti fare. Ik shtëpi, ç'të them unë. Mos rri këtu. Për çfarë rrin? Përsa i përket këtyre tjerëve. Unë thash do a them, po ma dëgjove mirë, po s'ma do ti ma dëgjove, mendoj e vetë, unë kur e perceptojmë neve këtu brenda qa loje bën Kristi, qa Lorna, ato që na shohin 24/7 jam shumë e bindur që do na shohin çdo detaj. Dhe mendoj që do t'i vinte, nëse nuk ishte aq aktive, do t'i vinte koha vet, të tipit ja. Në këtë nominim do sa i vinte ditën e martë. Nuk ka kohë, sepse dëgjoj. Unë personalisht për zotin do ta kisha nominuar që ditën e tretë. Dhe vazhdimisht mua dhe më shthën pse ti nuk e nominove filanën. Ideja është që unë I hate you, është e vërtet, dhe ti the se kishte lidhje me Primin, nuk ka fare lidhje me Primin, janë çështjet e mia nuk kanë arsye pse diskutohen. Nuk ishte lidhje fare me Primin, dhe nuk ishte as personale me ty. Ti u gjende në listën time, se unë kam patur një listë të qartë, të mendje, në ato momente. Po s'kishte lidhje fare me Primin hiç. Punët tua. Punët e mia, çfarë si ka. Gjithsesi, kjo të bëri mirë ty, si do qoftë, dhe po ashtu dhe hapi dhe diçka tjetër, sepse unë nuk isha asnjë marrëdhënie me ty. Më bëri mirë mua se kuptova ku jam, patjetër. Në thonjza, patjetër, bile se unë e vlerësoj, më thënë drejtën. Sepse sidomos mbas atij Primit mu desh një konfirmim. Po, dhe unë e vlerësoj Armelën, po ashtu. Sepse sidomos pas atij Primi, pikërisht, dhe unë në asnjë mënyrë nuk është diskutuar paktën nga ana ime ideja që mos më keq kupton. Shumë faleminderit në një tjetër. Por problemi është që unë ta thash edhe aty pas asaj Mali, ty të ka bërë, që ta kanë thënë të tjerët pas meje, se të kanë dëgjuar ty se s'ma ka thënë njëri se mund të ishte atje. Të njëjtin tekst ka përdorur Kristi disa herë. E kam dëgjuar. Jo vetëm nga Kristi, edhe nga një shërina. Edhe Brikena vlla. E kam thënë unë të njëjtin tekst. O vlla, a u sjerove më mu tjetë atë natë që ku di unë se që ndodhi? U kry, unë nuk e kuptoj pse duhet ta shih, po ti pse fjete, pse... O, lali.